Rreth 200 familje në Memaliaj po jetojnë tashmë në kushte më të mira banimi, fal investimeve të realizuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Memaliaj. Projekti ka përfshirë izolimin termik dhe restaurimin e disa pallateve me sistem kapot, duke përmirësuar jo vetëm efikasitetin energjetik të ndërtesave, por edhe pamjen e tyre të jashtme. Një investim ndër më të rëndësishëm, mund ta themi, në qytetin e Memaliaj është dhe restaurimi i pallateve, izolimi dhe sistemi kapot, ku kemi bërë rreth 10 pallate. Nga këto 10 pallate përfitojnë rreth 200 familje të qytetit Memaliaj. Komunitetit të cilët tashmë kanë përfituar realisht janë të kënaqur pasi përtej pjesës estetike që ofrojnë këto pallate janë edhe kushtet e jetesës të cilat gjatë dimrit ato kuptohet që janë më të ngrohta, gjatë verës janë më të freskëta, po kemi zgjidhur dhe një nga problemet kryesore të qytetit, cili është izolimi i pallateve, pasi kuptohet që pallatet vjetra dhe kanë një amortizim dhe gjitha kishin pothuajse lagështi në katet e fundit. Kemi zgjidhur edhe pjesën e lagështirës në këto pallate të cilat ne janë bërë. Sipas Malajt, janë hartuar tashmë plane konkrete për ndërhyrje të tjera, me synim që një numër më i madh familjesh të përfitojnë nga përmirësimi i kushteve të banimit. Pasi ndërprerje gjatë muajve të dimrit, pasi kuptohet që të punohet për sistemi kapot duhet të jenë dhe kushtet e dura dhe duhet të jenë temperaturat e dura, pasi gjatë dimrit nuk mund të punohet as me izolimin dhe as me pjesën e sistemit kapot. Jemi në pritje për të vazhduar me pallatet e tjera sapo të hapen dhe thirrjet e radhës. Ne kemi planifikuar dhe vetë si bashki nga Fondi i Emergjencave që të ndërhyjmë në disa pallate të cilët nuk janë bërë akoma sistemet kapot, por që ne do të ndërhyjmë këtë verë, pasi është një nga problemet më kryesore që po hasim sot me qytetarët. Investimin në izolimin dhe restaurimin e pallateve është pjesë e projekteve për modernizimin e qytetit, duke i dhënë Memaliajt një pamje më të kuruar dhe duke ofruar standarde më të mira jetese për banorët.